ngjarja e Elbasanit ishte më shumë një larje po themi vrasje për biznes, për interesa me njëri tjetrin, jo në kuadër të një grupi strukturuar kriminal. Ata tentuan të imitojnë grupe strukturuar kriminal, por që bën shumë gabime dhe për atë fakt të zbuluar, ndërsa pjesa e tjetër e cila e bën po themi kryen nga grupet strukturuar kriminale, ata vazhdojnë edhe sot e kësaj dite janë pa autor. Duke përmendur rastin e 11 tetorit në Saranë, qyteti i qetë, i cili nuk para ka ngjarje të caktuara, ndodhi një shpërthim me tritol ku u vra shtetasi Daniel Muçi, i cili edhe sot e kësaj Isuf Jaçi, i cili është edhe sot e kësaj dite pa autor. Pastaj ngjarja në Lushnjë, edhe në Lushnjë. Pastaj kemi ngjarjen, po themi këto të fundit flas gjithmonë, ngjarja e fundit ose 11 tetori ndodhur në Rinas, i bën gati 2 muaj dhe nuk kemi asnjë autor, thjesht është gjithçka e filmuar, është gjithçka në kamerat sigurisë, por ende edhe sot e kësaj dite nuk kemi autor të zbuluar.